Përshëndetje, hir dhe paqe, mirëmëngjes të gjithëve, përshëndetjet e mia të zgjedhurve të Zotit, gurve të gjallë, të përzgjedhurve, të veçuarve, të larë në gjakun e Krishtit, të shpenguarve të Zotit. Por përshëndetja ime shkon edhe për ata që pa e ditur apo njohur Biblën e Shenjtë, apo që kur nuk e kanë dëgjuar zërin e Zotit, por duke qenë dele, kanë një vesh të deles dhe do të vazhdojnë të dëgjojnë. Programi jen Jam Apostoll, Miguel Angjo, nga kisha ungjillore Krishti jeton. Një kishë ungjillore, një kishë krishterë, një kishë që merr pjesë në reformën e fundit protestante. Ne, në rreth të kishës, jemi nga kisha e reformuar holandeze, një kishë që është thirrur për të çliruar jetë, për të transformuar jetë, për t'i dhënë kuptim jetës. Një kishë e zvërtetës. Dhe pikërisht në këtë ditë sotme, dua të flas gjërësisht për të vërtetën e madhe dhe gënjeshtrën mashtruese, sepse Zoti unë Jezu Krisht na ka lënë trashëgim një nga fjalët më të fuqishme e më domethënëse që gjenden brenda faqeve të vyera të Biblës së Shenjtë. Një varg i shkurt nga Gjoni 8, ai thotë: "Nëse e vërteta të zbulohet, do ta njihni të vërtetën, dhe e vërteta do t'ju çlirojë." Kjo do të thotë se njeriu pa Jezu Krishtin jeton nën skllavëri shpirtërore. Një ditë, Pali duke dëshmuar para një mbreti, sa se kishte marrë një mision për t'u hapur sytë të verbërve dhe për t'i nxjerrë nga kstretrat e satanajt drejt mbretërisë së Zotit. Pra, misioni i shërbesës sonë është të ndriçojmë sytë shpirtëror, është të nxjerrim njerëzit nga skllavëria, është të çlirojmë njerëzit që janë të lidhur me zinxhir nga fryma e botës, nga fryma e gënjeshtrës. Pra, Jezusi thotë, do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju çlirojë. Pastaj, Jezusi thotë kështu: "Nëse biri ju çliron, me të vërtetë do të jeni të lirë." Më kujtohet kur pas 20 apo 21 vjetësh, duke ndjekur me besnikëri, me dashuri, që nga fëmijëria kishën romake, e kuptova që hyja në meshët romake, dilja dhe asgjë nuk ndodhte në jetën time. Kur nuk kam parë ndonjë famullitar me një Bibël në dorë, kur nuk kam parë Zotin. I pashkav, nga rajoni im atje në Afrikë, tani të thras Zotin e zotrave, Zotin e zotërve, mbretin e mbretërve, Perëndin sovran. Dhe e mbaj mend, dhe kjo është e qartë, sepse sot jam një predikues i së vërtetës që hyja dhe dilja nga mesha pa asnjë ndryshim në jetën time. Vitet kalonin dhe zbulova se vazhdoja të isha një fëmijë shpirtëror, nuk kishte shenja pjekurie. Rrëfesha në mënyrë aurikulare, i gjunjëzuar përpara priftit tim, ai më thoshte: "Je i falur, lutu." Gjithçka kështu, me shumë respekt, por në selb nuk prodhonte asnjë ndryshim tek unë. Pra, nuk kishte asgjë në ritet dhe ceremonit. E vërteta. Kjo e vërtet ju drejtua Jezusit me pyetje: "Çfarë është e vërteta?" E vërteta është fjala, e vërteta është zëri i Zovit. Do të njihni të vërtetën, do të njihni zbulesën dhe kjo zbulesë e hirit të Zotit do t'ju çlirojë, sepse derisa të mos ketë sy shpirtëror të ndriçuar, derisa hiri i Zotit të mos zbulohet, njeriu është sklav. E di çfarë tha Pali tek Efesian 2? Ai tha: "Ndërsa ju ishit të vdekur në mëkate dhe shkelje, ai ju dha jetë." Do të thotë që jeta jonë, përveç se ishte sklave, ishte dhe një vdekje shpirtërore. I vdekuri nuk merr vendime, i vdekuri nuk ka dëshirë, është i vdekur. Dhe e tillë ishte jeta, dhe e tillë është jeta e të gjithë atyre që ndjekin fet, por nuk ndjekin të vërtetën. Pastaj vjen Jezusi dhe thotë: "Tani, duhet të njohësh të vërtetën." Do të thotë që fetë e tjera, përveç krishterimit, nuk ofrojnë të vërtetën. Ofrojnë rite, imazhe, idhuj, Marias, por Jezus Krishtin si Zot absolut, vetëm Biblia dhe krishterimi i vërtet dhe legjitim.
miliona njerëz në botë janë sklever të feve. Njerëz që paguajnë zotime dhe premtime, ngjiten shkallët me gjunjë, ecin qindra metra duke u zvarritur në gjunjë me qyri në dorë. Është për t'u admiruar besimi i këtyre njerëzve, po çfarë prodhon kjo? Absolutisht asgjë. Aty nuk ka të vërtetë. Jezusi kur nuk tha të vuash, kur nuk tha të paguash çmim, kur nuk tha që duhet të lë ushqimin që ai të veprojë në jetën time, që duhet të bëja vigjilja dhe rite e ceremoni, që duhet shkoja në Jeruzalem dhe të pagzohesha në lumin Jordan. Asnjëherë nuk ka pasur asnjë nga këto shprehje. Ai tha, nëse ti i njeh të vërtetën, je i lirë. Dhe di, hera e parë që dëgjova një pastor të predikonte, në fakt hyra në një kishë në Lisbon, në Portugali, me karrocë invalidi. Dhe dëgjova atë pastor. Dhe në mes të mesazhit nuk e dija që ishte zakon në atë kishë, ngrita të dyja duar dhe thash, dua Jezusin. Aty, po njihja të vërtetën. Ai Shën Juda Tadeu që mbaja në qafë një medalion i madh prej ari dhe argjendi, nuk më vleti për asgjë. Aty nuk ishte Zoti. Nuk ka bashkim mes dritës dhe errësirës, mes Krishtit dhe të ligut. Pra, isha plotësisht bosh. Njëherë fola me një autoritet shumë të madh, shumë të rëndësishëm në Brazil. Ai më tha, shiko, unë shkoj në rritjet e fesë që ai shërben. Ai tha, nuk ndodh asgjë, është thjesht një ritual. Kjo është sepse aty nuk është e vërteta. Por kur njeh të vërtetën, kur sytë shpirtëror ndriçohen dhe kjo e vërtet të çliron, kjo është diçka e zakonshme. Të vish i prangosur, i burgosur, i lidhur me zinxhir, i sklavëruar, duke bërë vullnetin e princit të fuqive të ajrit. Pali u tha Efesianëve 2, ne ishim si gjithë bitët e zemërinit, bënim vullnetin e princit të fuqive të ajrit. Dhe çfarë bën amiku? Ai u averbon sytë njerëzve që ata të mos njohin, tha ai. Pali drejtuar Korintasve, lavdia e Zotit, lavdia ungjillit, e ungjillit të Zotit, ungjilli. Do të thotë lajme të mira. Nuk ka lajme të mira nëse duhet paguaj një çmim, nëse duhet të bëj një sakrificë, nëse duhet i nënshtrohem një tundjeje, nëse duhet të ngjitem në mal. Kjo këtu është sakrificë, është skllavëri. Duhet që sytë shpirtëror të hapen, që të kuptosh trashëgiminë dhe shpresën e shenjtorëve, madhështinë e asaj që është ungjilli. Ungjilli do të thotë lajme të mira, me gëzim të madh. Atëherë Jezusi tha, nëse më njihni, nëse biri ju çliron, me të vërtetë do të jeni të lirë. Do të njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju çlirojë. Do të çlirojë nga kush? Nga sklavëria, nga vdekja, nga mëkati, nga gjykimi, nga dënimi, nga porta e gjerë që të çon në humbje, nga ferri, nga djalli. E po, a ka kuptim jeta jote tani? Sa vite ke kaluar? I përkushtuar ndaj punëve, tavolinave, altareve. Sa herë të kam thënë që ky nuk është vendi yt, po ti vazhdon, ke frikë, sepse pas gjithë kësaj qëndron ai që Bibla e quan kundërshtari im, mashtruesi, djalli, akuzuesi. Pra, Bibla thot te Gjoni 8, së pari ai thot në vargun 32, do të njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju çlirojë. Pastaj ai tha, nëse pra biri ju çliron, vargu 36, me të vërtetë do t'jeni të lirë. Dhe i tha, ju jeni nga djalli që është ati juaj dhe doni të kënaqni dëshirat e tij. Ai ka qenë vrasës që nga fillimi, kur nuk është qëndruar në të vërtetën, sepse tek ai nuk ka të vërtetë. Kur ai thot gënjeshtra, fjet nga vetja e tij, sepse ai është gënjeshtar dhe ati i gënjeshtrës. Por sepse unë them të vërtetën, ju nuk më besoni. Pra, shiko, armiku që është ati i gënjeshtrës i sklavëron njerëzit. Një herë po kaloja në mbrëmje në plazhin e Barrës dhe kishte një makinë shumë të bukur, të importuar, një zotëri i veshur krejtësisht me të bardha dhe një person tjetër po kalonte duke bërë lutje me peshk dhe me disa bim. Thash, njerëz, kjo person i nënshtrohet kësaj.
duke menduar se ai peshk që po kalon, ato deg, ajo ujë. Do ta ndryshojnë jetën, do ta skllavërojnë jetën edhe më shumë. Prandaj kam nevojë që të më dëgjosh, të lutem. Sepse ekziston një e vërtetë, është ku? E vërteta, Bibla e Shenjtë, shkrimet e shenjta, zbulimi i fjalës, mësimet biblike që janë çliruese nga çfarë? Nga gënjeshtra, nga shtypja, nga posedimi, nga mashtrimi, nga dënimi. Pali u tha Romakëve, nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin, Jezusin. Ai nuk tha, nuk ka asnjë dënim. Ka nëse agjeron, qëndron zgjuar, pagzohesh, laheshe, shkon në Jeruzalem, zhytesh në Jordan, bën varg në murin e lodhëve. Ai nuk e tha këta. Ai tha të vërtetën. Sepse kur kundërshton të vërtetën, vjen gënjeshtra. Dhe babai i gënjeshtrës është skllavrues. Ai ka miliona njerëz në botë të skllavruar nga fetë që i ka krijuar vetë, ose nga përmbysja e vlerave në kishën e Jezu Krishtit. A nuk e shet tani thjesht modernizuar Jehova? Njerëzit tundin kokën, njerëzit kërcejnë, hidhen, kërcasin dhe thojnë se është vajosja e Zotit. Unë kur nuk do të hyja në një vend që në vend që të mbante fitues, të mbante viktim, kur ti nuk e lindur për të qenë viktim. Ti nuk e lindur për të qenë humbas. Ti nuk e lindur për të jesh i nënvlerësuar, i zvogluar, përkundrazi, ti ke lindur për të qenë i nderuar, dy fish nder në jetën tënde, dhe ju i nënvlerësuar, i zvogluar dhe i turpëruar. Unë e di si djalli i poshtron njerëzit me fetë, me ato sakrifica që njerëzit të shkretët mendojnë se nëse ndezin një qiri 7 ditor, ose nëse japin pak gjak, ose nëse shkojnë në një vend ku ka ujvar dhe bëjnë një banjë bot atje, e gjithë kjo është një skllavëri. Ose pastaj të kesh në shtëpi një figurë, duke menduar se ajo figurë është mbrojtëse. Nuk ka bashkim mes djallit dhe Jezusit, mes errësirës dhe dritës. Pas errësirës vjen drita. Derisa Jezusit mos jetë Zot dhe shpëtimtar, jeta është në errësirë, në terrë. Satanai ja verbon mendjen njeriut që të mos shohë lavdinë e ungjillit, sepse është ungjilli ai që shpëton, është ungjilli që çliron, është ungjilli që transformon, është fjala e predikuar në mënyrë të drejtë. Sepse vëllezër, askush nuk shpëtohet duke dëgjuar mesazhet e ligjit. Mesazhi i ligjit, ligji është një ministri e dënimit dhe vdekjes. Ai zbej krijonte perde shpirtërore. Njeriu ka një perde shpirtërore. Ai nuk arrin të shohë, sepse Satani nuk e lejon të shohë, duke krijuar një verbëri shpirtërore. Atëherë ai thot, shiko, unë po të them të vërtetën dhe ti nuk beson? Dhe ai vazhdon të thot më pas, Jezusi, kush nga ju më bind për mëkat? Nëse ju them të vërtetën, për çfarë arsye nuk më besoni? Kush është nga Zoti, dëgjon fjalët e Zotit. Prandaj, nuk më dëgjoni sepse nuk jeni nga Zoti. Tani po e kuptojmë që ekzistojnë. Në këtë tokë, 2 fara, 2. Fara e deles, fara e qapit, gruri dhe egjëra, të cilat janë shumë të ngjashme. Dhe kush është ai që mbjell egjërën mes grurit? Sta imagjinosh. Sa të smorjan, në kaq shumë vende ka një tabel që thot kish, ku djalli thot fjalën, në mesnat shkon dhe në mes të grurit ai mbjell egjërën. Kush është egjëra? Janë bitë e tij, ata të gënjeshtrës. Atëherë Jezus i tha, shiko, prandaj nuk më dëgjoni, nuk jeni nga Zoti. Do të thotë që kush është nga Zoti, dëgjon zërin e Zotit. Po. Kapitulli 10, Matej, në vargu 26 të Gjonit. Por ju nuk besoni, sepse nuk jeni delet e mia. Pra, do të thotë që ka një farë egjëra cijepri ujku që kur nuk do të besoj, sepse është caktuar për dënim. Është destinuar për humbja. Dhe ai thot, delet e mia dëgjojnë zërin tim.
Aleluja! Delet e mia dëgjojnë zërin tim. Unë i njoh ato më ndjekin. Apo ka kuptim kjo në jetën tënde? A ndjen lidhja ty brenda në zemrën tënde, në mendjen tënde? Unë u jap atyre jetën e përjetshme, kur nuk do të mumbasin përjetësisht. Askush nuk do t'i rëmbej nga dora ime. Këtu tregohet sovraniteti i Zotit, këtu tregohet që nuk ekziston vullnet i lirë, që tregon se një herë i shpëtuar, je i shpëtuar përgjithmonë, thot, nga duart e mia askush nuk i rëmben. Do ta lexoj edhe një herë. Delet e mia dëgjojnë zërin tim, unë i njoh ato më ndjekin, unë u jap jetë përjetshme. Bibla nuk thot, unë u jap jetë të përjetshme, nëse edhe një plus nuk ekziston. Unë u jap atyre jetë të përjetshme, kur nuk do të humbasin, një herë i shpëtuar për jetë. Përjetësisht dhe askush nuk do t'i rëmbej nga dora ime. Pra çfarë do që të ndodh çatë ndodh, çfarë do pune që të bëhet, magji e zezë, pendul, çfarë do qoftë. Pasi e vërteta ka ardhur në jetën tënde, pasi e çliruar, sytë shpirtëror të zemrës ndriçohen, ti ke një lloj dhe një klasë jete të pashkatruheshme. Shiko, kjo jetë është aq e sigurt sa që Bibla thot se ata që i paracaktoi i siri, ata që i siri i justifikoi, ata që i justifikoi i lavdëroi. Përjetësia është e garantuar. Madje unë bëj edhe këtë pyetje. Ku do ta kalosh përjetësinë? Pikërisht për këtë arsye, kaq shumë njerëz kanë frikë nga vdekja, sepse nuk kanë njohuri se çfarë ndodh kur truri ndalon dhe zemra pushon së rrahuri. Jezusi tha, shiko, nëse është imi, edhe pse të vdes, do të jetoj. Pra, këto vlerat brendshme të shpëtimit japin jetës një identitet shpirtëror, një pjekuri shpirtërore. Vetëm kështu mund të jetohet krishterimi i vërtet, pa u korruptuar, pa e kthyer kishën në një skenë politike, pa e bërë predikuesin një shpallës të gjërave të tjera përveç lajmit të mirë. Kisha Krishti i gjallë ka selinë e saj ndërkombëtare, një katedrale të madhe në zonën perëndimore në rrugën Marica 320 në lagjen Çampim. Ktu ke parking, gjithçka është e klimatizuar për lavdinë e Zotit, ke një popull të mrekullueshëm, ke udhëheqës të fortë me qëndrueshmëri teologjike dhe zbulesë. Ne jemi pjesë e reformës së fundit protestante dhe sigurisht është një vend kënaqësie, një vend paqeje, ku rrit fëmijët dhe mnipërit e tu. Ne kemi mbi sa familje 4 breza. Betini Zotit, kisha Krishti i gjallë është kisha juaj. Është shumë e rëndësishme që një person të antarësohet në kishë për të qenë nën kujdesin mbaritor, apostolik dhe i qeverisjen e kishës. Kemi peshkop të lutjes. Është një bekim, Krishti i gjallë është vërtet qielli në tokë. Është mbretëria. Janë 10.000 metrat katror më të shenjtë që ekzistojnë në Brazil. Që të presim në emër të Jezusit. Unë shpall tani shërimin tënd. Në emër të Jezusit, u shërofsh, u çlirofsh. I ke bërë një analizë të prostatës, doli 5, shumë i lartë, e quajtën tumor kanceri, je i shëruar në emër të Jezusit. Ti që ke një goditje në tru, ke pasur një goditje në tru, Alzheimer, Parkinson. Këto sëmundje, Bibla thot, çdo lloj sëmundjeje është e shëruar në emër të Jezu Krishtit, me fuqinë e të gjitha fuqive, në tokë, i vetmi dhe i mjaftueshmi shpëtimtar, Jezu Krishti. Shëndeti përsosur, jetë gjatësi, shumë paqe dhe gëzim në jetë, sepse është vetëm një. Gjithçka kalon shpejt dhe ne fluturojmë, hir dhe paqe për të gjithë, në emër të Jezusit. Faleminderit, skuadra ina, e televizionit që më do aq shumë dhe shërben bashkë me mua. Hir dhe paqe.